Bashkia e Vlorës do të organizojë një sër aktivitetesh në kuadër të festave të 28 dhe 29 nëntorit, ku pjesë e këtyre aktiviteteve, si një strukturë e kësaj bashkie, janë edhe muzet në varësi të institucionit kryesor të qytetit. Për këtë arsye, Skënder Spahiu, drejtuesi i Muzeut Historik dhe Etnografik në Vlorë, thotë se në kuadër të festave muzeu do të çelë një ekspozit ku do të përshkruhet veprimtaria e qeverisë së Ismail Qemalit. Sipas Spahiut, nuk do të mungojnë të shpalosura në muze edhe armë të ndryshme të përdorura nga luftëtarët e lirisë. Skënder Spahiu thotë se ekspozita do të jetë e hapur nga 26 nëntori deri në fund të këtij viti. Mbas shpalljes parasite e formimit të qeverisë në dhjetor të 12-s, të gjitha këto elementë do të paraqiten në këtë ekspozitë me rreth 25 slajdera, të cilat do të jenë pjesë integrale e vizitave në muze. Gjithashtu në muze do të ekspozohen armë të ndryshme, veprimtarëve të ndryshëm të Vlorës, që kanë qenë të inkuadruar në brigadën e 12, në brigadën e 5 sulmuese, dhe të atyre sendeve dhe objekteve që kanë në fondin Muzeu Historik i Vlorës për të ekspozuar në kuadrin e 29 nëntorit, ditës së shërimit të Shqipërisë. Sot, për fat të mirë, ne kujtojmë 81 vjetorin e shlirimit për të parë të kryeqytetit të Shqipërisë, Tiranës. Është dita e cilën kryeqyteti ynë është në të paktën kryeqytetet që është çliruar në 44-ën dhe largimi i gjermanëve si rezultat i sulmeve të vazhdueshme të forcave partizane, të brigadave të ndryshme drejt veriut të Shqipërisë dhe spostimi i divizionit Janinës për të marrë pjesë në fondin e atyre ushtarëve që duhesh në frontin e lindjes, si rezultat i humbjeve që po pësonte në lindje ushtria gjermane nga ushtria e asaj kohe të Bashkimit Sovjetik. Dhe gjithashtu përmendim të gjitha ato elemente të historisë që ruhen në fondin e muzeut, të fotografive, të dokumentave, të gjitha dorëshkrimeve apo kujtimeve të partizanëve të kësaj periudhe me statusin dëshmor dhe hero populli që gjenden në fondin arkivor të muzeut. Kjo ekspozitë do çelet nga data 26 dhe do vazhdojë deri në fund të muajit dhjetor. Do jetë pjesë e vizitueshme jo vetëm nga kategoritë vendase, por të gjithë kategoritë shoqërore do vizitojnë Vlorën në kuadrin e festave, por do jetë pjesë edhe vizitave të nxënësve të shkollave, me të cilën e kemi memorandum mirëkuptimi për të bërë ormësimin në ambientet e muzeut, për të parë, për të qenë të prekshme të gjitha ato elementë që përmendim ne të arkeologjisë, të historisë, apo të zhvillimeve social-ekonomike të Vlorës dhe më gjërë, sepse në këtë muze gjenden pjesë të qytetërimeve të vjetra, si është Amantja, Oriku, Triportis, Venecia, apo vendbanimeve të tjera të mesjetës në Vlorë, dhe nxënësit, studentët e kanë më të lehtë të shohin, të prekin, të evidentojnë këto artefakte që gjenden në Muzeun Historik dhe Arkeologjik të Vlorës. Spahiu thotë se në muze mund të gjesh rreth 500 artefakte të ndryshme, duke nisur nga zbulimet arkeologjike, ato të detarisë, dokumenta, dorëshkrime, fotografi dhe fakte nga historia e qytetit dhe e vendit tonë tër dekada. Të gjitha këto të dhëna që mund të gjenden, vizitohen, preken nga afër në brendësi të muzeut, tregojnë sipas Spahiut historinë e pakundërshtueshme, origjinën autoktone të vendit tonë dhe hershmërinë e vendbanimeve. Në fondin muzeor gjenden rreth 500 artefakte, dokumenta të ndryshme, objekte të arkeologjisë, objekte të numizmatikës, të filatelisë, objekte të tjera të metalit, baltës së pjekur, qeramikës, të cilat një pjesë janë të ekspozuara dhe her pas here ne bëjmë një rotacion në ndryshim të ekspozimit të këtyre objekteve për të tregur sa më shumë vizitor, por të gjitha këto janë objekte autoktone, vendase dhe të zhvillimeve të këtyre qytetërimeve të Vlorës dhe rrethinave të saj, të cilët e bëjnë këtë vendbanim për vendbanime më të hershme të periudhës së Neolitit të banuar, dhe në këto artefakte të gjithë vizitorët, të gjithë njerëzit gjejnë ato dëshmi të pakontestueshme të hershmërisë së vendbanimeve në Vlorë dhe në Shqipëri që periudhën e gurit të vjetër dhe gurit të ri. Muzet e qytetit të Vlorës, veçanërisht në nëntor, janë një pjesë e rëndësishme e paketës turistike që Vlora ofron, ku në brendësi të tyre përballesh me historinë qindravjeçare të Shqipërisë, duke mësuar më tepër rreth historisë apo mënyrës së jetesës.